Dje në orën 20:15 minuta, zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria një 27 dhe një 23 vjeçar, të dy nga Gostivari, si dhe një 31 vjeçar nga Republika e Shqipërisë për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale, prodhim dhe lëshim në qarkullimin e paautorizuar të drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve, e parapar dhe dënueshme sipas nenit 215 të Kodit Penal. Gjatë ndërmarrjes së veprimeve zyrtare, te njëri prej tyre është gjetur një substancë e bardhë pluhur. Më pas, në bazë të urdhëresës gjyqësore, është kryer kontroll në shtëpinë e tij dhe në ambientet e bodrumit, me çka është gjetur marihuan. Të tre personat janë ndaluar në stacionin policor. Dje në orën 22 në fshatin Debresh, zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria tre persona të moshës 22, 21 dhe 22 vjeçare, të gjithë nga Gostivari. Gjatë kontrollit të automjetit të udhëtarëve Volkswagen Golf me targat Gostivarit, në pjesën e përparme të automjetit është gjetur një qese më e madhe e tejdukshme nailoni me materie bimore të gjelbër. Dje në orën 23:40 minuta në fshatin Hanet e Mavrovës, në vendin e quajtur Byroja Turistike, zyrtar policor nga stacioni policor Mavrov ka ndaluar një automjet udhëtarësh Suzuki me targat Gostivarit të drejtuar nga një 30 vjeçar nga Shkupi, me banim në Hanet e Mavrovës, në të cilin bashk udhëtar ishte edhe 32 vjeçarja nga Shkupi. Gjatë kontrollit të automjetit në çantën e shpinës është gjetur marihuan. Personat janë privuar nga liria dhe janë shoqëruar në stacionin policor Gostivar. Dje në ora 14:15 minuta, para ndërtesës së komunës së Gostivarit ka pasur prishje të rendit dhe qetësisë publike gjatë një proteste të paralajmëruar më parë, ku ishin të pranishëm rreth 300 qytetarë. Në një moment, një grup më i madh nga të pranishmit ka tentuar të hyjë me dhunë në ambientet e komunës, me çka ka pasur shtyrje me zyrtarët policor që po siguronin ngjarjen. Me këtë rast, një person i panjohur ka hedhur një send të fortë dhe ka thyer xhamin e derës hyrëse të objektit. Dje në orën 17 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 44 vjeçar nga një fshat i Tetovës ka denoncuar se është mashtruar nga një person nga fshati Haraqin e Shkupit. Sipas denoncimit, në tetor të vitit 2024 kanë lidhur një kontratë notariale për shitblerjen e automjetit Volkswagen, kur denoncuesi ka shkuar për kontroll teknik në Shkup për të bartur targat në emër të tij, punonjësit e kanë njoftuar se leja qarkullimit në sistem figuron si e shlemruar dhe ia kanë mbajtur atë. Denoncuesi ka kontaktuar në telefon me personin nga Haraqina, i cili ka pranuar se leja aktive e qarkullimit ndodhet tek ai dhe i ka kërkuar 3.000 euro për t'ia dorëzuar, me arsyetimin se automjeti gjatë gjithë kohës ka qenë në emër të tij. Dje në orën 19:30 minuta në stacionin policor Gostivar, një 19 vjeçare nga Gostivari ka denoncuar se rreth orës 14:30 minuta në oborin e shtëpisë së saj në lagjen Grudajca është sulmuar fizikisht nga fqinjet. Sulmi ka ndodhur pas një debati verbal rreth vendosjes së një rrethoje ose gardhi, me çka disa persona e kanë sulmuar fizikisht. Dje në orën 22 në stacionin policor Gostivar, një 50 vjeçare nga fshati Qegran ka denoncuar se rreth orës 19:20 minuta në fshatin Qegran, tre persona të panjohur me një automjet udhëtarësh kanë marrë me dhunë vajzën e saj të mitur 15 vjeçare nga obori i shtëpisë, e kanë futur në automjet dhe janë larguar në drejtim të panjohur.